është tërësisht I pafajshëm me të gjitha pikat e Akta Kuqës. Jo fajtor I pafajshëm me të gjitha pikat e Akta Kuqës. Nuk është një ngjarje thjesht, është vetë një ngjarje historike. Pjesëmarrja ka qenë madhe dhe media në një vend jo normal me ditën e pavarësisë tregon që diçka nuk është në rregull me neve dhe me këtë procesin që po ndodh këtu. Vetë fakti që ne po e festojmë ose jemi këtu në festim të ditës së pavarësisë në Hag, 18 vite pas lirisë së Kosovës, është një sinjal I qartë që dikush ja ka huq. Edhe në këtë rast ne kemi emocione të përzierë, emocione të cilat do duhet I ndanim me familjarët tonë, me bashkëqytetarët tonë, në vendin tonë, atje ku liria ka kuptim më të madh, siç është Kosova. E kemi ndjekur live protestën madhështore, e cila ishte një mesazh I qartë se çka është liria, kush duhet të flasë në emër të lirisë, kush duhet të çojë mesazh në emër të lirisë, kush mund ta gjykojë luftën dhe njerëzit e asaj lufte dhe kjo këtu që jemi është edhe herë duhet ta themi, për fat keq, për 5 vite gjys është një përpjekje për të rishkruar historinë dhe mesazhi I popullit tonë dhe mesazhi juaj dhe joni gjithë bashkërisht është shumë I qartë. Historia nuk mund të rishkruhet, historia dhe fati aty në njerëzve janë të mishruara dhe të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Ata 4 burra nuk janë thjesht 4 individ që po gjykohen për krime të pretenduara dhe çfarëdo pretendimi që ka prokuroria. Ata janë vetë historia e Kosovës, ata janë vetë liria dhe dinjiteti I këtij vendi, prandaj nuk është presion, po është mbrojtje e lirisë, është mbrojtje e dinjitetit tonë njerëzor, është mbrojtje e sakrificës të shumë gjeneratave, të cila kulmoi dhe ngallënio me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës.